pas zgjedhjeve të 11 majit. Duhet të garantoj çdo demokrat, çdo antar dhe antar të Këshillit Kombëtar se kjo vonesë ka patur vetëm një shkak dhe ky shkak ka qenë mbrojtja e votës së qytetarëve shqiptar. Unë dhe të gjithë ne jemi njerëz të fjalës. Ne mbahemi për fjalën tonë. 2 kanë qenë, të themi, kryefjalët tona. E para, me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. E kam thënë me 10 herë dhe e them përsëri. Por e dyta, ne u tham shqiptarve se do mbrojmë votën. Dhe se mbrojtja e votës ishte prova më e madhe e seriozitetit ton, e përkushtimit ton, e vendosmërisë, integritetit dhe ndërshmërisë son.